23 vjeçari shpëtohet nga autoriteteve pas 3 ditësh luftë për mbijetesë në det në Spanjë. Një video e publikuar tregon momentin kur 23 vjeçari Lionel Ramirez Caliado u shpëtua pas 3 ditësh lufte për mbijetesë në det pranë ishujve Kanarie. Sipas informacioneve, i riu ishte zhdukur që nga mbrëmja e të hënës. Ai kishte dalë me një varg së bashku me miqtë e tij në det pranë zonës San Bartolomé de Tirajana. Në momentin kur një jet ski që po transportonin u shkëput, 23 vjeçari vendosi ta kthente i vetëm në portin më të afërt, por për fat të keq mjeti pësoi defekt gjatë rrugës. Kur nuk u paraqit në vend takimin e caktuar, miqtë e tij njoftuan autoritetet. Përpasoj, erërat e forta dhe rryma detare kishin larguar thellë në det. Autoritetet organizuan një operacion të madhkërkimi dhe shpëtimi me pjesëmarrjen e mjeteve lundrues, helikopterëve dhe ekipeve toksor, ndërsa familjarë dhe miq bën thirrje publike për ndihmë. Më në fund, gjatë mesditës sotme, ai u gjeti gjallë duke kërkuar ndihmë në det. Ekipet e shpëtimit e ndihmuan dhe transportuan menjëherë drejt tokës. Ai u gjet 16 milje detare, rreth 30 kilometra në jugperëndim të ishullit Gran Canaria, duke u dërguar në portin Arguineguin për kontrolle mjekësore.